Studiues nga 3 vende trajton rolin e diasporës për çështjen e Kosovës. Akademia e Shkencave Shqipërisë në bashkëpunim me 2 institute nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut organizojmë 3 dhe 4 qershor në Prishtinë konferencën shkencore Diaspora shqiptare dhe çështja e Kosovës 1912-2008 veprimtari u zhvilluar nga Instituti i Historisë Ali Hadri në bashkëpunim me Institutin Historisë Tiranë, pjesë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Institutin për trashëgiminë shpirtërore dhe kulturore shqiptarëve. Në Shkup, konferenca u hap nga drejtoresha e institutit, zonja Teuta Shala Peliç, e cila theksoi rolin jetik të diasporës shqiptare në mbështetjen dhe ndërkombëtarizimin e çështjes kombëtare. Në fjalën përshëndetse, Institutit të Historisë në Tiranë, Dr. Hamid Kaba nënvizoi se diaspora ka qenë dhe mbetet katalizator në ruajtjen e identitetit të interesave kombëtare. Fjala përshëndetse mbajtet profesor Skënder Hasani nga Shkupi, i cili vlerësoi diasporën si barce të kujtesës kolektive dhe promotore të sensibilizimit ndërkombëtar për drejtat e shqiptarëve. Në 4 seanca shkencore, rreth 50 studiues nga 3 institute trajtuan kontributin historik të diasporës shqiptare duke vendosur në qendër të vëmendjes veprimtarinë e saj, qysh nga viti 1912 në shpalljen e pavarësisë Kosovës deri në vitin 2008. Studiues nga Instituti i Historisë Tiranë, akademik Margaret Veli, akademik Beqir Meta, profesor Dr. Romero Gurakuqi, profesor asociuar Sali Kadria, profesor asociuar John Borici, Eduard Saka, Dr. Geralda Çiraku, Dr. Shorina Veli, tjerë paraqitën kumtesa mbi figura në ngjarje kyçe që dëshmojnë rolin aktiv të diasporës në gjithë fazat e historisë shqiptare. Studiues nga Instituti akademiku Margaret Veli, Beqir Metaj, Romeo Gurakuqi, Sali Kadria, John Borici, Eduard Saka, Eralba Çiraku, Jorina Veli të tjerë paraqitën kumtesa mbi figura në ngjarje kyçe të diasporës. Kumtesa përfshin tema mërgata shqiptare në Egjipt dhe në SBA, dokumente diplomatike mbi masakrat serbo-malazeze të viteve 12-13 dhe rolin e migracionit politik gjatë periudhave ndërmjet 2 luftave botërore të shqiptarëve në Kosovë.